do të flas për një dy vese të cilat ne si njerëz zakonisht i bajnë. Nëse se bajnë parën, dytën kemë me bajnë. Dhe këto vese janë ato të cilat e prishin edhe individin, edhe familjen, edhe shoqërinë. E para është kërkim borxhi. Shumë prej njerëzve marrin borxh, kërkojnë borxh dhe harrojnë atë. Ose e bën me qëllim ti marr parë borxh e kur mos t'ia kthej më. Dhe kjo ka të bëjë shumë me ne si shoqëri. Edhe me ardhi dikush me të lyp parë borxh, edhe nëse i ki me babirrajshë mos m'ia dhon. Për arsye se je i bindur që t'i kthen, edhe ki me pas ndonjë telashe me atë njeri. Dhe kjo është një ves shumë i shfaqur tek ne. Shumë njerëz janë anku, borxhin s'kan mujt kur me kërku. Edhe i kanë dhënë dikujt borxh, edhe s'kan mujt kur me marr prej atij. Dhe neve pejgamberi alayhi salatu wasalam shumë na ka kërcënuar. Edhe shumë hadithe për këtë punë ka fol. Thot Xhabir radiallahu anhu, një prej shokëve të pejgamberit alayhi salatu wasalam, ka vdek një prej sahabëve. E kemi la, e kemi qefinos, e kemi pregadit, Resulullahi gjenazet mja fal. Ka arë pejgamberi alayhi salatu wasalam, po thot, a ka borxh ky njeri? Pi thojnë, po ja Rasulullah. Po thot, le t'ja fal gjenazën dikush tjetër, po jo une. Thot, une nuk e fali këtë gjenazë. Gjenazja që ka borxh duhet familjarët, rreth, ose dikush me marrë përgjegjësi, për ndryshe Resulullahi nuk ja ka fal gjenazën. Se i kin hak dikuj. Ja ke marrë dikuj njerëzën e tij, ja ke marrë parën e tij, e ke rreth ose e ke mashtru ose e ke tradhtu, në disa forma më parën ja ke marrë. Dhe u çu një prej sahabëve e Bukutade, pi thot ja Rasulullah, borxhi ti unë për marr. Është mbi mua. Atëherë pejgamberi ja ka fal gjenazën. Dhe të nesërmen e ka pa e Bukutadin, për dhe pejgamberi e satu sëram, që ka ba me borxhin. Thot, ja Rasulullah, po djekin e vërros, edhe i loj borxhin. I thot, borxhin. Pejgamberi, për dhe borxhin, e ke marë në qafin tane. Mas disa dite e ka pa për dhe Bukutadin, që ka ba thot me ta 2 dinar. Hiq ma shumë borxh, 2 dinar. Nuk ka lidhje a borxhi madh, a borxhi vogël, a borxh pik. I ke hin hak njeriu. Thot tash e Bukutade, edhe ja ke shliru shpirtin e tij, edhe ja ke frisku ilkurën e tij në varr. Një ditë tjetër pejgamberi alayhi salatu wasalam, duke ia fal gjenazën dikujt mas një kohë, po thot që ky njeriu që është i varrosur këtu, ky njeriu ka vdek edhe ka borxh. I ka borxh dikujt na. Allahu dhul xhelal shpirtin e tij e ka pengu. Në xhenet mos me shku, për shkak se borxhin nuk e ka pagu. Allah i këta ka është të dënu. Për ju thot familjarëve, ose pagun e borxhin, ose lënë njeriu le të dënohet në varr. Jo që doni vendosni. Pejgamberi alayhi salatu wasalam thot, ai njeri i cili merr borxh, me niyet që me la borxhin, Allahu dhul xhelal do t'ja lecon rrugën me la borxhin. Ai njeri i cili e merr borxh, me qëllim që veç me plaçkit, ose me mashtru, ose harash mi qit, dije që Allah i dhul xhelal edhe në dynjat edhe në varr me denu, e lemon ahiret, Allah i di çka me bë me atë njeri. Dhe pejgamberi ka thënë, nuk duhet njeriu me marr borxh. Veç në për raste shumë trana. Mos u bësh shumë i lehtë merr borxh aty 2 dinar ti, 10 euro ti, 5 euro ti, 50 euro ti, 100 euro ti. Ato e harron e këto se pagunë ato, hajtu se ky s'o kurgjë. Nesër ki me vdek. Zoti dhul xhelal në varr me denu. Për shkak që borxhin diku ja ke vonu, ose s'ja ke pagu, ose ke harru, ose me qëllim s'ke dash m'ia dhon. Kjo vesi parë që neve po na ka plan si shoqëri. Kënd don që të veç, thot filanim ka borxh nuk më ka dhon. Filanim ka borxh nuk më ka dhon. Filani kujdes mos me hini për borxhe. Kjo është e para. Vesi i dytë, shumë herë njerëzit po i nim, his po rrihet për shtëpi, his po rrihet u babaja diçka. Vllazën, xhamat, musliman, ju me abdes, o njerëz, Allahu dhul xhelal neve në Kur'an në ka thonë, pejgamberin në ka mësu, me kita jetë Kur'an me punu, wa in ta'uddu ni'mat Allahi la tuhsuha. Bani vaki me nja me të shkut, mirat e Allahit mi numru, kur s'kimi mujt mi listu. A disat mirat ka thonë Allahi dhul xhelal, je i shlirë shpitane, je në kulmin tënë, je me familjen tënë, je i lirë,
del kur dush, hin kur dush, ki me hangër bodh, e me flej, e me pushu, e me leviz. Pse tu ka bo baja? A e di pse u bo baja? Se ju ka bo dhe dikuj ma herët baja. Poplit Sebe ka qenë një popull që e shujt në emrin Sebe, Allah i ka qu të natë mirat, jëna në ku për të mirat që Zotë jev ka qu, e Allah i ka shkatru. Beni Israel në kojnë e Musës a.s. Allah ju ka qu ushqim, shumë, po thojnë la nësë biro ala ta'amin wahid. E qysh me duru na veç me qësi ushqime? Allah ju ka qu ushqimet e shumë ta. Prandaj Zotë jev ka nalë edhe i ka denu. Musu ankoni për të mirat që Zotin e ka qu. Musu anko për shpinë që Zotit ta ka dhuru, edhe vlat që në shpi i ki, edhe ato të mija që Zotit i ka qu, se vallahi Zotit kom e denu dhe ato kom e ti largu. E Allah i në Kuran për dhët, wallahu gjale lekum fi bujutikum, se këna Allah i dhul gjelal e ka ba që në shpijat e juva, me qenë qetë, me qenë të relaksun, me qenë komod, me qenë të rahat, vish pitane i rahat, nas një vend si rahat, as rrug, as restoran, as me da me shetit, as musafir. Kur të shpitane ki më shtiru, e rrin qetë, e rrin i pëshushur, se Allah e ka bë prej kati së të qelë, në shpitane me ka një qetë. Andaj, falenderën e Zotin, ta falenderojmë Zotin, unë edhe jo, për këto të mija që Zotin e ka dhuru, mos t'ja nisëm këto mi mohu, e gjitha këto të mija që Zotin e ka qu, me thonë, kur gjë së kjo, kur gjë shëndeti, kur gjë fëmija, kur gjë puna, kur gjë shpia, kur gjë vetura, se vallahi pastaj kur gjë kom e met, e kom e ti hek Allah i krejt, e pastaj musku katë, se ta një është vunë.